I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, ka nisur sot vizitën e tij zyrtare në Prishtinë, ku ka zhvilluar takime me krerët më të lartë të shtetit. Sorensen u prit fillimisht nga kryeministri Albin Kurti në ndërtesën e qeverisë, ndërsa më pas rreth orës së 10 u takua me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani në zyrën e saj. Takimet u fokusuan në situatën aktuale politike, esurinë e dialogu dhe pritshmërinë për fazat e ardhshme të ndërmjetësimit evropian. Për disa momente, emisari evropian foli dhe për mediat, ku shpreh optimizëm për të ardhmen e dialogut, duke theksuar se viti 2026 duhet të shënojë një kthes pozitive pas mungesës së progresit gjatë vitit të kaluar. Sorensen deklaroi se misioni i tij është të lehtësojë procesin e dialogut dhe të sigurojë rikthimin e palëve në tryezën e bisedimit, në përputhje me pritshmëritë e bashkisë ndërkombëtare. Ai theksoi se Bashkimi Evropian do të vijojë përpjekjet për të krijuar kushtet e nevojshme që dialogu të rifillojë në kohën e duhur. Nga ana e saj, presidenti Vjosa Osmani nënvizoi se dialogu duhet të jetë i përshëndruar në njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë dhe se suksesi i këtij procesi varet nga trajtimi i barabartë i palëve dhe respektimi i parimeve themelore të shtetësisë së Kosovës. Vizita e Sorensen në Prishtinë është pjesë e një turi më të gjerë rajonal. Emisari evropian pritet të udhëtojë të njëjtën drejt Beogradit, ku do të zhvillojë takimet me lidershipin serb. Kjo vizitë shënon angazhimin e tij të parë pas marrjes së mandatit të dytë si ndërmjetësues i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi. Gjatë mandatit të tij të parë, Sorensen zhvilloi vetëm 2 takime në nivel krye negociatorësh, të cilat nuk prodhuan rezultate konkrete. Mungesa e përparimit në dialog u lidh kryesisht me zhvillimet e brendshme politike në Kosovë dhe Serbi. Vizita e tij në Kosovë zhvillohet gjithashtu në një moment të rëndësishëm politik, teksa vendi ndodhet në pritje të formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, të cilat u fituan mbitshëm nga lëvizja vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti.